Të nderuar besimtarë, tash ne jemi pothuajse në gjysmë të muajit të begat të Ramazanit. Është një muaj ku ne kemi edukuar shpirtin tonë, jetën tonë dhe jemi afruar më smundti me Zotin e botrave dhe me Allahun Azza wa Jall, atë që na krijoi. Dhe ne kemi kuptuar që kur ne bëjmë një punë të hajrit, një adhurim që do Zoti i Gjithësisë, ne ndjehemi më mirë. Ndjehemi më të qetë, jemi më të lumtur, sepse Zoti i Madh, Allahu Azza wa Jall, na ka krijuar që ne të ecim pikërisht në këtë rrugë, në rrugën e nënshtrimit dhe në rrugën e adhurimit të Tij, të Madhit absolut Allahu Azza wa Jall. Është një muaj që ne riedukojmë veten tonë, pastrojmë veten tonë, përballemi me mangësitë që ka gjithë secili prej nesh. Është muaj që ne afrohemi më së shumti me Zotin e botrave Allahun Azza wa Jall. Është një muaj që ne duhet të garojmë për veprat më të mira. Është një muaj që çdo vepër që bëjmë ne në këtë muaj merr një vlerë të jashtëzakonshme tek Zoti i Gjithësisë. Një fjalë e mirë, një buzëqeshje, një sadaka, një lamosh merr një vlerë të jashtëzakonshme tek Allahu Azza wa Jall, dhe sevapi të shpërblimi është te i mase i madh të ndëruar besimtar. Mundësi që njeriu të bëjë punë të mira janë më të shumta në këtë muaj begat, por edhe gjatë gjithë jetës. Do të specifikojmë sot bamirësinë, sadakan, lamoshën, që njeriu do ta ketë si koncept, si bindje dhe si ne mund ta derrim në praktikë në këtë muaj të begat të Ramazanit. Të dimë të nderuar besimtarë, njeriu, thot profeti alayhis salam, biri Ademit asnjëherë nuk mungohet të pasojë. Sikur ai të ketë një kodër me arë dhe argjend, do të dëshirojë të dytën. Prandaj gjithë secili prej nesh, sado që të ketë, sado që t'i jap Zoti, nuk mjafton ndonjëherë, sepse e tillë është natyra njerëzore. Prandaj Zoti në anë të mekanizmeve të dhëmbit të zekatit, njeriu pastron veten e tij dhe largon dëshirën për të lidhur fort, për të liberuar pas pasurisë të tij. Gjithashtu është edhe sadakaja, lamosha që njeriu i jep sa herë që ka mundësi, ai pastron veten dhe në një farë mënyre nuk e lidh veten e tij me pasurinë, por e shef pasurinë si një mjet, si një mundësi, si një kapital që Zoti ja ka dhënë, ja jep kujt të dojë dhe nuk ja jep kujt të dojë. Dhe njeriu këtë pasurinë, këtë kapital ta kthejë në investim për botën tjetër. Prandaj sadakaja është pastrim i shpirtit, i pasurisë, njëkohësisht është edhe begati, është bekim për pasurinë që ka dhënë Allahu. Duhet të kuptojmë të nderuar besimtarë që pasurinë na ka dhënë Zoti i Gjithësisë. Dhe Allahu fuqiplot, dhuruesi i madh, mirëbërësi i madh për gjithë njerëzit, thot jepni nga ajo pasuri që ne ju kemi dhënë. Dhe këtë pasuri që njeriu prapon, ecën në shkon pasaj, lidhet shumë dhe të mundohet dhe të mundohet të fa. Ne thjesht jemi përdorues të çdo gjë që kanë tokë njeriu. Binës edhe të trupit tonë, ne jemi, na i ka dhënë Zoti emanet dhe kërkon nga ne që të përdorim në rrugën e duhur, në mënyrën e duhur. Edhe pasuria është një mjet, një mirësi që ka dhënë Zoti, që jep kujt të dojë. Dhe prandaj Zoti thotë jepni nga ajo që ne ju kemi dhënë. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Shembulli i atij që jep nga pasuria që ne i kemi dhënë, nga pasuria që i ka dhënë Zoti, ai që jep nga kjo pasuri, është si shembulli i atij që mbjell një kokër, thot Allahu Azza wa Jall, dhe nga kjo kokër dalin 7 kallim. Dhe për çdo 7 kallim, për çdo kallim, aty mbin 100 kokra, thot Allahu Azza wa Jall. Allahu ja shton pasurinë kujt të dojë dhe sa të dojë dhe si të dojë. Në të vërtetë, Allahu wasi'un alim, Allahu është mirëbërës i madh me njerëzit dhe ai është i gjithdijshëm. Allahu e shton, e shumëfishon pasurinë e atij njeriu që jep.
nga ajo që ka dhënë Allahu Azza wa Jalla. Pra një sadaka e vogël, një lëmosh e vogël bëhet shkak, bëhet sebeb që ty të shumëfishohet pasuria edhe të begatohet pasuria, sepse ndonjëherë ju mund të ketë shumë, por nuk e shijon atë pasuri që mund të ketë. Për faktin që ai nuk jetë nga pasuria e tij, nga ajo që ka dhënë Allahu Azza wa Jalla. Pa Allahu është mirëbërës i madh i gjithdijshëm. Do thotë që Allahu të ka dhënë gjithë mirësitë ti jep Zoti i gjithësisë. Dhe ti vepro siç thot Zoti se do jesh i gjithdijshëm. Qofse ti vepron siç thot Zoti, asnjëherë nuk ke përmundur në këtë botë dhe në botën tjetër. Sadakaja është një koncept shumë i gjerë në Islam. Allahu Azza wa Jalla na thotë: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا. Çdo punë të mirë që ju bëni, çdo vepër të mirë që ju bëni, ta dini që është për veten tuaj dhe ju mendoj mos një ditë do ta gjeni ato të mirë, bilën Zoti, ato të mirë që ju keni bërë për hir të Zotit, do ta gjeni shumë fish në të mirë se ajo që ju veproni Allahu Azza wa Jalla. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ata që janë nga pasuria e tyre natën edhe ditën të Zotit, haptas edhe fshehtas, shpërblimi i tyre është tek Zoti i tyre, tek Allahu Azza wa Jalla që ka dorë pasurinë dhe jetën e tyre. Për ta do të ketë frikë dhe nuk do të ketë as pikën. Nga ana psikologjike, njeriu kur jep kënaqjet merr një kënaqësi të brendshme në shpirtin e tij, por padyshim është një detaj shumë i rëndësishëm, sepse gjatë të dhënërit njeriu djalli i mëkuar e sulmon që ai të japë duke i mbjellur ndjenjën e shfaqësisë. Pa jep që të thotë të tjerët sa jep filan. Dhe është një pikë që ndanë, është një detaj, një fill shumë i hollë që ndanë që njeriu duhet të janë vetëm për hir të Zotit, nga ajo që i ka dhënë Zoti i gjithësisë. Pra sadakaja jepet natën ose ditën, haptas ose fshehtas. Sadakaja më e mirë është ajo që jepet fshehtas të Zotit i gjithësisë, por edhe të jepet haptas dukshëm lejohet këtë. Nga ana tjetër Zoti thotë: nuk kemi për të arritur mirësinë derisa ju lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk keni për të arritur devotshmërinë atë mirësinë e duhur përderisa ju nuk jepni nga pasuria juaj atë gjë që ju e doni shumë, atë që e keni në vlerë. Për të japur sadaka e mosh, atë gjë që ti e do për vete e do më shumë ta japësh për hir të Zotit të gjithësisë. Të dalim në praktikën e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte një njësim shumë thelbësor të dhënërit e sadakas. Profeti jon Muhamedi alaihi salam jepte pa mas. Kur kishte pak e kur kishte shumë, asnjëherë nuk thente askënd duar poshtë. Biles ai kënaqej dhe gëzoi më shumë gjithmonë kur jepte se kur merrte. Gjithmonë ai jepte. Nuk friksohej nga të dhënurit për hir të Zotit të gjithësisë. Ai vetëm se jepte. Çdo gjë që kishte ndorë vetëm se e ndante, intimonte ata njerëz që i kërkonin dhe ata që nuk e kërkonin, ai ishte xhamerti më i madh ku janë. Por transmetohet që kur vinte muaji Ramazanit, wa kana ajwada an-nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ai ishte njeriu më bujar që ka parë ndonjëherë në Izrael. Por kur vinte Ramazani, ishte më bujar i bujarë. Karihil muhsen, thot hadithi, ai ishte si ajo era e furishme. Sepse ai jepte vazhdimisht sadaka, jepte vazhdimisht në mosh pa friksuar dhe kënaqej më shumë kur jepte. Gëzoi shumë për Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur jepte. Kur kishte diçka që kishte për ta dhënë, kur nuk e kishte dhënë, ai shqetësoi te masa dhe derisa jepte ajo që kishte në dorë, ai gëzoi shumë. Ai ishte më bujari i bujarëve, më xhamerti kur vinte Ramazani, bujaria e tij shkonte. Ishte si era që çdo kush që i dilte para, ai e mbulonte me sadaka, vetëm se i jepte.
Nuk pyeste pra s'kam të jep të gjithë njerëz të jetë të sadaka. Nuk pyeste, nuk friksohi, sepse e din të mjaft mirë që të dhënurit vetëm se e lartëson njeriu dhe e lidh në shumti me Zotin e botrave Allahun subhanehu ve teala. Ai çdo Ramazan takoi me Xhibrilin alayhis salam dhe bëshin mëkate e duke përsëritur Kur'anin. Profeti e përsëristi Kur'anin dhe Xhibrili ja saksonte dhe kjo ndodhte çdo vit të Ramazanit dhe vitin e fundit kur e bëri 2 herë në Ramazanin e fundit, atëherë ishte viti ku profeti kuptoi të bëjë që profeti jon do të dërgohej nga kjo botë e përkohshme të ndërruar besimtar. Prandaj në këtë muaj të gat ne të japim sa më shumë për hir të Allahut azza wa jalla, sepse kur japim pa të thënë edhe nga ana psikologjike, ata njerëz që kanë stres, që kanë ngarkesë psikologjike, që janë pesimistë, që nuk kanë shpresë për jetën e tyre, pikërisht kjo jetë ku e shohim në komentimet që kanë lidhje me psikologjinë e njeriu, ku njeriu i bën një shkarkesë të ngarkesës së tij psikologjike, kur ai e prir Zotin dhe kur sheh që ai fukaraj në zonën buzëqeshë, kur e sheh hallin atij jetim, e atij skamore, atij që nuk ka çfarë, në çfarë të pushin. Pikërisht Ramazanin e na mëson të ndjenjat të larta njerëzore, të ndjenjat të larta humane, jo thjesht të agjërojmë për veten tonë, por ne agjërojmë që të lartësojmë, që të edukojmë veten tonë, që të kthehemi tek e natyrshmja, kthehemi tek ato vlera që ka Islami që i nxit, që do t'i bëjë njeriu që të japë sadakata ndihmojë të varfër, të kuptojë çfarë thotë të rish pa ngrënë, të kuptojë çfarë thotë mos të kesh ushqim, çfarë të thotë të kesh mos të pish ujë, çfarë të thotë të kesh mos të hash ushqim. Njeriu në Ramazan e kupton këtë gjë dhe padyshim edhe në Ramazan do të gjendet në praktik atyre njerëzve që nuk kanë nëse të ushqim, që kanë një hap, ajo nënë që ka fëmijë që nuk e zëgjumi, që s'kanë të aty ushqim, ata fëmijë ditën e gjykimit të njerëz do të kërkojnë llogari tek Zoti i Jezus. Prandaj sadakaja është haku i njerëzve të varfër. Njerëzit të varfër ditën e gjykimit, njerëzit të pasur do t'i kërkojnë llogari para Zotit pse nuk e dhënë nga pasuria që t'ka dhënë Allahu azza wa jalla. Prandaj Ramazani shërben drejt një rikthim drejt origjinës së njeriu që është natyrë e pasur, që është musliman, i dorëzohet në dashni Zotit, adhuron Zotin Krisht dhe ndihmon të varfër, ndihmon skamore. Kontribon, dikon ndihmon të shkollohet, ndihmon një jetim, dikon ndihmon duke rregulluar banesën, duke paguar energjinë elektrike. Pra mundësitë për të ndihmuar të varfrit janë të shumta. E thjesht t'i japësh lek, t'i japësh para, mund t'i japësh ushqime, ka njerëz që janë të sëmurë, mund t'i heqësh ilaçet, mund t'i heqësh trajtimin mjekësor. Dhe këto gjëra janë shumë me vlerë tek Allahu azza wa jalla, kur bëhen në Ramazan marrin një vlerë të jashtëzakonshme të nderuar besimtar. Me kemi në Ramazan ta lidhim se si ne të japim sadaka në Ramazan, se do të jetë koncepti jonë në Ramazan. Tek pjesa iftare, inna as-sa'ima tusalli alayhi al-malaikatu idha ukila 'indahu hatta yafṭuru aw hatta yashba. Për njeriu që është agjërues, thot profeti alayhis salam, anjërit, melekët bëjnë lutje për atë, bëjnë dua për atë, kur tek ai njeriu që agjëron ushqihet një agjërues. Pra ne agjërojmë dhe kustojmë në familjen tonë. Ftojmë një agjërues tjetër, përgatisim ushqime, ftojmë një presim. Vlera, tradita që ka pasur në saj të Islamit që sot janë harruar. Që sot harron të mikun në familje, mikpritja, odat e ka hershme që prisin burrat, që edhe për nuk kishin por bujaria të ishte aq e madhe dhe njerëzit ngopeshin edhe me pak. Sot në botën materiale që ne përjetojmë, se kush është futur në autostrofën e tij dhe mjaftohet me bashortën e fëmijët e tij dhe nuk hyn mysafirish. Atë shtëpi që nuk hyn miku, nuk hyn mysafiri, nuk ka bereqet. Nuk ka begatim, të janë vlera të Allahut, të fesë Allahut azza wa jalla, ai që beson në Allahun dhe ditën e gjykimit që ta presin. Mikun e tij, thot profeti alayhis salam, le ta nderojmë mikun e tij. Dhe ai njeriu që është agjërueshëm dhe i shtron iftar në shtëpi një agjëruesi tjetër, pra atë njeriu, pra atë familje lutën engjëll, thot
profeti alayhi salam, derisa ata të konsumojnë ushqimin dhe në një transmetim tjetër, derisa ata të ngohen në atë ushqim që është përgatitur për ta, thot profeti alayhi salam. Ai njeriu që shtron një iftar me shpërblimin e gjithë agjëruesve, pa i paksuar atyre shpërblimin, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Sadakaja është sadaka për burhan, sadakaja e mosha është argument i besimit njeriu që ai nuk friksohet nga të dhënat për hir të Allahut azza wa jalla, njëkohësisht do të jetë edhe argument ditën e gjykimit, pra mirësia do të merret në shumti i botën tjetër të nderuar besimtarë. Da'u naqdakum bis-sadaqa. I shëroni të zëmurët tuaj, thot profeti i profetëve Muhamedi alayhi salam. I shëroni të zëmurët tuaj këtë lëmosh. Shmërgullim nga ana e Zotit të Madh Allahu azza wa jalla. Ti jep sadaka për hir Zotit, ai të shëron fëmijën, të shëron nënën, të shëron babën, vllajën, motin. Shkjan profetike. Shëroni të zëmurët tuaj me sadaka. Dhe doktorët e hershëm islam, kur mjekoni njeriu të bëni një ndërhyrje ose një operacion, para operacionit jepnin sadaka, jepnin lëmosh, që të kishin më shumë mundësi për sukses në një ndërhyrje që ata do të bënin, sepse mjeku është një sebeb dhe shëruesi padyshim që është Allahu fuqiplot të nderuar besimtar. Prandaj shëroni të zëmurët tuaj me sadaka. Njëkohësisht thot sadakaja mbron njeriu nga shumë bela, nga shumë fatkeqësi që mund t'i vijë njeriu të nderuar besimtar. Djalli i mëkuar e frikson njeriu me skamje dhe varfëri, thot Zoti i Gjithësisë. Dhe ai e shtyn njeriu që të bëjë punë të pamarrëshme, që si mos të japë nga pasuria e tij dhe si të bëjë punë të pahishme për të përfituar pasurinë sa më shumë ti dhe ai vetëm se e grumbullon. Ndërsa Allahu i premton atyre që japin falje dhe mirësi pafund. Në të vërtetë që Allahu është mirëbërës i madh dhe është i gjithdijshëm, thot Allahu azza wa jalla të nderuar besimtarë. Nuk paksohet pasuria kur njeriu i jep për hir të Zotit të Gjithësisë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Ai njeriu që jep sadaka vazhdimisht do të jetë në hijen e sadakas së tij ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit kur gjithë secili prej nesh ka nevojë për ndihmë që të dalë të kalojë provën e llogaridhënies së veprave që ne kemi punuar të bëjmë. Dhe njeriu që ka dhënë sadaka, thot profeti alayhi salam, do të jetë në hijen e sadakas së tij derisa njerëzit të gjykojnë nga ana e Zotit. Çfarë do të thotë në hijen e sadakas? Do të jetë në mbrojtjen e asaj sadakaje që ka dhënë për hir të Zotit të Gjithësisë. Një nga këta grupe që do të jenë në hijen që do të krijojë Zoti i Gjithësisë, posaçërisht për ata njerëz që japin në pasuria e tyre, që jep me të djathtën pa e ditur e majta çka ka dhënë e djathtën, pa jep në fshehësi vetëm për hir të Zotit të tyre të nderuar besimtarë. Dhe lutja e tij fuqara, lutja e tij jetimit, përkëdhënia e tij jetimit është pasuri që nuk ka të vlerë të nderuar vëllezër besimtarë. Ittaqun nara walau bishikki tamr. Friksohuni nga zjarri i xhenemit qoftë edhe me një gjysmë hurme, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar besimtarë, pasuria kur nuk jep ai njeriu nga pasuria që ka dhënë Zoti është provë e madhe. Dhe ai njeriu që ka dhënë Zoti pasuri dhe jep sadaka në mosh pa fiksuar, dhe gëzohet shumë kur jep, ai njeriu tani që është i beguar dhe pasuria e tij është e begatë, dhe atë njeriu nuk e gjen asnjë dëm në të botë. Është i mbrojtur nga gjithë ato lutje të fuqareve, nga gjithë ato lutje të jetimëve të skamorëve. Dhe ai njeriu është i mbrojtur nga melekët. Çfarë thot profeti alayhi salam? Sot ditë dy engjëj luten për pasurinë e njeriu. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Çdo ditë në lek. Shikoni sa i nore, shikoni sa bukur që është. Sa i ndjeshëm. Çdo ditë dy engjëj, thot profeti alayhi salam. Njëri thot: O Zot, ai që ka dhënë pasuria jote, zëvendësoj atë që ka dhënë me diçka akoma më të mirë. Dhe sa e çarat se ka, që njeriu për një sadaka i është shtuar pasuria që nuk i dalin llogarive në anë llogarive njerëzore. Ka dhënë një sadaka të fshehtë për hir të Zotit të fshehtë,
ta shohim negativ pas një farë kohë. Këtë gjë e bëjnë me lekët për herë që njeriu jep nga pasuria e tij. O Zot, zëvendësoja atij njeriu atë që ka dhënë me diçka më të mirë. Ndoshta mund të jep të ardhra, të ruan fëmijën. Të bën që fëmia jote mos devijojë nga rruga e drejtë, të ruajë nderin, të ruajë moralin, të jep shëndet. Sepse ku ka pasuri më të madhe se shëndeti? Ku ka pasuri më të madhe? Njeriu për një smundje që mund të ketë një fëmijë ose një njeri i afërt, jep gjithë botën. Blen gjithë botën nëse ka mundësi vetëm që ta shërojë. Pastaj mirësinë me atë Zotit sa pasurinë që ne ndoshta kemi vlerësuar në monedha sepse janë pa vlerësuar. Është ai vlerë e madhe tek Zoti i Gjithësisë. Pra kur jep me lekë lutet o Zot të mësoja me diçka të mirë. Ndërsa Zoti na ruaj. O Zot, a'ti Allahumma a'ti mumsikan talafa. O Zot, lutet një me lekë tjetër. Ai që nuk jep nga pasuria e tij atë pikë dhënë, shkatërroi atë pasurinë. Shtukja atë pasurinë lutet me ne. Sepse pasuria nuk është e jonë, është e Zotit. Të kush jemi ne që pretendojmë që është e jona dhe nuk jam. Është e imja, thot njeriu që ka zemrën e mësuar. E kam fituar me djersën time. E kam fituar me mundin tim. Po të meditosh, po të mendosh gjatë, në fakt, ajo djersa jote është se beti që ka dhënë Zoti i Gjithësisë, ka dhënë mendjen, ka dhënë duar, ka dhënë shikimin, ka dhënë dëgjimin, të ka dhënë mundësitë që ti të fitosh është Zoti i Gjithësisë, po ti mendosh shkaqet që vinë deri tek fitimi i rrezikut tënd, i pasurisë tënde, janë me mirë shkaqet derisa të jenë në xhepin tënd pasurinë. Dhe po nuk deshi Zoti i Madh, nuk vjen ajo pasuri. Prandaj ai që nuk jep, thot me lekë o Zot, largoja pasurinë atij njeriu. Allahu na ruaj të nderuar besimtarë. Gjithashtu në xhenet është një derë e veçantë të profetit alayhi salam. Wa man kana min ahli sadaqa, du'a min ahli sadaqa. Ai njeri që ka bërë pjesë të jetës së tij, karakteri i tij që jep sadaka, po fiksuar. Dhe pa i thënë kush që jep, kontribon për xhamin, për një të varfër, për një jetim, por jep, sepse ti që do të thënë për hir të Zotit të Gjithësisë, ai njeri që ka bërë pjesë të karakterit të jetës së tij, të moralit të tij që jep vazhdimisht pa fiksuar, ai njeri ditën e gjykimit siç është dera Rajjan, që është dera që do të kryjë vetëm agjëruesit, do të jetë një derë vetëm për ata që kanë dhënë sadaka në moshë, do të thuhet nga dera e sadakas që ti e pa të bërë pjesë të jetës tënde. Kjo është natyrshmëria njerëzore që e fton Islami njeriu në besimtar. Koncepti i sadakas është akoma e rrugë. Një njeri që s'ka mundësi të japë, profeti alayhi salam thotë, thuaj një fjalë të mirë. Njeriu që është në nevojë dhe kjo është sadaka. Dhe i thati kush, përqofse nuk ka mundësi të marrë fjalën e mirë, atëherë profeti i thotë, mos bëj keq, edhe kjo është sadaka për ty të profetit. Ky është limiti i fundit i sadakas, që nëse s'ke mundësi të bësh mirë, të paktën mos bëj keq me fjalën tënde, me sjelljen tënde, me qëndrimet e tua. Por hesh, sepse heshtja jote mund të jetë sadaka tek Zoti i Gjithësisë. Buzëqeshja është sadaka të profetit alayhi salam. Ti heqësh hallin, një tjetri është sadaka, dhe sadakaja dhe njëherë kur jepet që bërë sadaka rresme, është shpërblim pas shpërblimi, është brez pas brezi, vazhdon shpërblimi edhe kur njeriu është në varr. Sadakaja rresme i shkon njeriu edhe pasi ai ka vdekur. Të japim sadaka, fëmijët të japin sadaka për prindërit e tyre që kanë ndruar rrjet. Të bëjmë një vend për fëmijët që jetë sadaka rresme dhe i shkon sevapi, edhe fëmijës i shkon me lenin e Zotit, i shkon edhe prindërit të nderuar besimtar. Prandaj, ai që ka hallë largoja një hallë, largoja prindë. Pikërisht në Ramazan, në 10 ditëshin e fundit, profeti alayhi salam që është edhe nata e katërt, profeti hynte në itikaf, mbyllën në xhami dhe vetëm adhuronte Zotin e Gjithësisë. Dhe ai thotë me këtë. Unë të shkoj të eci me një vllai tim, me një njeri që ka një hallë, ka një siklet, ka një smundje, çfarë do të hallë të ketë, të eci me të për të lestuar hallin është në e dashur për mua se sa të bëj itikaf një muaj në xhamin tim.
Prandaj, shikoni ku e fton adhurimi i Zotit, ku e fton njeriu. E fton drejt njerëzorës, drejt ndjenjave humane, sepse njeriu që adhuron Zotin padyshim që ka dëmshmëri për fukara. Ajo zemër që nuk ka dëmshmëri për atë njeriu që s'ka, për atë jetimin që ti edhe ato shkokan dhe të zbutet zemra të profetit Elisës. Sepse ati i thot loja pa, se ka prind, në qoftë se njeriu nuk ka një dëmshmëri tillë, le të falet tërtit, le të bëj umre çdo muaj pas Zotit, ai njeriu zemrën e ka të vdekur, qoftë se ai nuk e duan, nuk ndjen dhimbje për atë fukarajin. Kur ti ushqehesh në ushqime të ndryshme dhe ai të ushqeu yt nuk ka me çfarë të ushqehet, ti lutur tërë natën të ditën në kohën e iftarit, kur e di që komshiu yt është i pandrën, mirë për ty. Mirë për ty që agjeron dhe që fatesh, kur ti nuk ke ndjenjë dhe mshurie në zemrën tënde. Ky është vlera, këto janë vlera që njeriu përfiton gjatë adhurimit, gjatë agjërimit dhe gjatë faljes, gjatë adhurimit të Allahut Azza wa Jalla. Këto janë vlera që do të jetësohen patjetër nga çdo secili prej nesh, sepse janë punë që i do Allahu Azza wa Jalla, ja, siç e përmendëm, janë shembull